A mund ta falje njeriu që jo vetëm të tradhtoi, por u kthye me ushtri armike për të shkatëruar? A mund ta falje gjakun tënd? A mund ta falje nipin që dikur e rrite në shtëpinë tënde, por më pas ngriti shpatën kundër teje? Historia që do të dëgjoni sot nuk është vetëm historia e një tradhtie. Është historia e tradhtisë më të famshme shqiptare. Është historia e Hamza Kastriotit, njeriut që luftoi për krah Skënderbeut, që fitoi betejën në urdhrat e tij, që gëzoi besimin e plot të kryetërimit shqiptar, por që në fund vendosi të shiste atë besim për pushtet, ambicie dhe premtime osmane. Dhe megjithatë, kur fati i luftës ndryshoi dhe Hamza ra në duart e Skënderbeut, ndodhi diçka që askush nuk e priste. Një vendim që edhe sot vazhdon të habis historianët. Por para se të zbulojmë se si përfundoi përballja mes Xhaxhait dhe nipit, ju ftoj të pëlqeni videon dhe të abonoheni në kanalin Histori Epike, sepse këtu sjellim histori shqiptare që rrallë tregohen me kaq detaje. Për të kuptuar tradhtinë e Hamza Kastriotit, nuk mjafton të shohim vetëm ditën kur ai kaloi në anën osmane. Duhet të kthehemi më herët në zemrën e familjes Kastrioti, aty ku lindën lavdia, ambicia, besa dhe thyrja më e madhe morale e një gjaku të afërt me Skënderbeun. Hamza ishte biri i Stanishës, vëllai të Gjergj Kastriotit, pra nip i Skënderbeut. Ai vinte nga një familje që nuk ishte e zakonshme në shoqërinë mesjetare. Kastriotët kishin zotërime, lidhje politike, autoritet ushtarak dhe një emër që tashmë kishte filluar të peshojë rënd në fatin e secilit. Në një kohë kur principatat shqiptare përballeshin me presionin e pandalshëm të perandorisë osmane, çdo djalë i një familjeje fisnike rritej me idenë se jeta e tij nuk i përkiste vetëm vetës. Ai duhej të dinte të mbante armë, të komandonte njerëz, të ruante aleanca, të negocionte me miq dhe armiq dhe mbi të gjitha të mbronte nderin e shtëpisë. Pas vdekjes së të atit, Hamza u afrua edhe më shumë me rrethin e Skënderbeut. Ai nuk ishte thjesht një nip që qëndronte në hijen e një burri të madh. Për vite me radhë ai ishte pjesë e jetës ushtarake të Skënderbeut, pjesë e betejave, këshillave dhe lëvizjeve që frymësuan rezistencën shqiptare. Ai pa nga afër se si ndërtohej një kryengritje kundër një perandorie, pa se si një vend malor me pak njerëz dhe me shumë përçarje të brendshme mund të kthehej në një fortesë që i shkaktonte dhimbje Stambollit. Kur Skënderbeu u kthye në kruj në vitin 1443 dhe ngriti flamurin e kryengritjes, Hamza ishte ndër njerëzit që u bashkua. Ai mori pjesë në fillimet e mëdha të rezistencës, në ato vite kur çdo fitore dukej si mrekulli dhe çdo humbje mund të ishte fundi. Në betejën e Torvjolit, në vitin 1444, Hamza i komandoi një pjesë të rëndësishme të kalorësisë shqiptare, e cila u përdorë në mënyrë mjeshtërore në kurthin që Skënderbeu i ngriti ushtrisë osmane. Ai nuk ishte spektator i lavdisë së Xhaxhait të tij, ishte pjesëmarrës në të. Kjo është arsyeja pse tradhtia e tij dhemb edhe më shumë. Sepse Hamzai nuk ishte një armik i jashtëm, nuk ishte një pasha osman që kishte ardhur nga Anadolli, nuk ishte një komandant i huaj që nuk e njihte tokën, gjakun dhe zakonet shqiptare. Ai ishte rritur brenda asaj bote, kishte luftuar për të, kishte fituar nën flamurin e saj dhe pikërisht për këtë kur ai u kthye kundër Skënderbeut, goditja nuk ishte vetëm ushtarake, ishte shpirtërore. Por si arriti një njeri i tillë deri tek tradhtia? Çfarë ndodh në zemrën e një luftëtari që dikur ngrihej për lirinë e vendit e më pas pranon të udhëheq ushtri armike kundër atyre me të cilët kishte ndarë bukën, betejën dhe rrezikun? Përgjigja duket se fshihet tek ambicia, tek xhelozia dhe tek trashëgëmia. Për
shumë kohë Hamzai mund të ketë parë veten si një trashëgimtar të mundshëm të shtëpisë së kastriotëve. Ai ishte gjaki i afërt, kishte përvojë ushtarake, kishte qenë pranë Skënderbeut dhe kishte fituar vend në rrethin e komandës. Por pas martesës së Skënderbeut me Donikën dhe lindjes së djalit të tyre Gjon Kastriotit të dytë, gjithçka ndryshoi. Trashëgimia tashmë kishte një rrugë më të qartë. Ajo kalonte tek djali i Skënderbeut e jo tek nipi. Në dukje, kjo mund të ketë qenë vetëm një çështje familjare, por në botën mesjetare, trashëgimia nuk nënkuptonte vetëm pasuri, ajo nënkuptonte pushtet, toka, njerëz, tituj, autoritet dhe vend në histori. Për Hamzain, lindja e Gjonit mund të jetë ndier si një derë që mbyllej për gjithmonë. Dhe aty ku mbyllet një derë e ambicjes, shpesh hapet një rrugë e rrezikshme drejt tradhëtisë. Ndërkohë, Perandoria Osmane e kuptonte shumë mirë vlerën e njerëzve të tillë. Sultan Mehmeti i dytë, pushtuesi i Konstantinopolës, e dinte se Skënderbeu nuk mund të mposhte i lehtë vetëm me forcë. Shqiptarët njihnin malet, dinin të shmangeshin, dinin të godisnin papritur dhe të zhdukeshin në terren. Ushtritë e mëdha osmane hynin në Shqipëri me madhështi, por shpesh dilnin prej saj, të lodhura, të coptuara dhe të turpëruara. Për të thyer Skënderbeun, duhej dikush që e njihte nga brenda. Dhe kush mund ta njihte më mirë se Hamzai? Ai e dinte si mendonte Skënderbeu, dinte si vepronte ushtria shqiptare, dinte ku mund të fshiheshin pritat, cilat rrugë ishin të rrezikshme, cilat krahina mund të goditeshin më lehtë dhe cilat fisnik mund të lëkundeshin. Për osmanët, Hamzai nuk ishte thjesht një dezertor, ishte një armë e gjallë kundër Skënderbeut. Në vitin 1457, tradhtia u bë e hapur. Hamza Kastrioti i kaloi në anën e osmanave dhe u vendos në shërbim të Sultan Mehmedit të dytë. Për të siguruar pozitën e tij, ai pranoi edhe lidhjen më të fortë në botën osmane, duke u integruar në strukturat e tyre ushtarake dhe politike, dhe duke u rikthyer në fenë islame të cilën e kishte lënë gjatë kthimit së bashku me Skënderbeun në Shqipëri. Premtimet ishin të mëdha, pushtet, komand, ndoshta edhe sundim mbi territoret shqiptare nëse Skënderbeu do të rrëzohej. Për një njeri të etur për pozitë, kjo ishte një joshje e fuqishme. Por Hamzai nuk u largua në heshtje. Ai nuk u mjaftua me shpëtimin e vetës. Ai u kthye kundër vendit të tij me ushtri. Këtu historia merr pamjen e një tragjedie të madhe. Në njërën anë qëndron Skënderbeu, burri që për më shumë se një dekadë kishte mbajtur gjallë rezistencën shqiptare. Në anën tjetër qëndron Hamza, nipi i tij, dikur bashkëluftëtar, tani udhërrëfyes i osmanave, dhe mes tyre nuk ishte vetëm një fushë beteje, ishte një plagë familjare. Ushtria osmane që u nis kundër Shqipërisë në vitin 1457 ishte e madhe. Burimet flasin për 10 mijëra ushtar, një forcë që synonte të shkatëronte përfundimisht qendresën shqiptare. Në krye të saj ishin komandant me përvojë, ndërta Isak Bej Evrenozi, ndërsa Hamzai kishte një rol të veçantë sepse ai dinte të lexonte tokën shqiptare si një libër të hapur. Në fillim fushata dukej e frikshme, fshatra u dogjën, krahina u shkretuan, njerëzit u detyruan të largoheshin dhe presioni mbi Skënderbeun u bë i jashtëzakonshëm. Por Skënderbeu nuk ishte komandant që mpoštej nga paniku. Ai e kuptoi se nuk mund të dilte me njëherë në betejë të hapur kundër një ushtrie shumë më të madhe. Prandaj përdori atë që dinte të bënte më mirë: tërheqje të kontrolluar, luftë psikologjike, goditje të vogla, djegje të furnizimeve dhe pritje të momentit të duhur. Ai e la armikun të lodhej, të shtrihej në terren, të humbte kujdesin dhe të besonte se fitoria ishte afër. Dhe pikërisht këtu Hamzai mund të ketë menduar se e njihte xhaxhain e tij. Mund të ketë menduar se Skënderbeu po tërhiqej nga Afrika, mund të ketë menduar se më në fund kishte ardhur çasti kur legjenda do të thyhej. Por
Skënderbeu kishte bërë diçka që vetëm komandantët e mëdhenj din ta bëjnë, e kishte kthyer dobësinë në kurth. Sepse në atë verë të vitit 1457, në dukje, Skënderbeu po zhdukej nga fusha e luftës, por në të vërtetë ai po përgatiste njërin nga goditjet më të mëdha të jetës së tij. Beteja e Albulenës, e njohur edhe si beteja e Ujbardhës, u bë kulmi i kësaj përballjeje me 2 shtator të vitit 1457. Ushtria shqiptare e Skënderbeut goditi papritur forcat osmane. Osmanët, të lodhur nga marshimet dhe të bindur se shqiptarët ishin dobësuar, ranë në befasi. Sulmi ishte i rrufeshëm, i organizuar dhe shkatërrues. Në atë betejë, Skënderbeu nuk po luftonte vetëm kundër një ushtrie të huaj, ai po luftonte edhe kundër tradhtisë që kishte hyrë në gjakun e vet. Përballja ishte e tmerrshme, kalorësia shqiptare goditi me shpejtësi, këmbësoria u hodh në sulm nga pozicione të përgatitura, ndërsa terreni u kthye në armë në duart e shqiptarëve. Ajo që për osmanët kishte nisur si fushat ndëshkuese, u kthye në katastrofë. Humbjet ishin të mëdha, paniku u përhap, dhe ushtria që kishte ardhur për të thyer Skënderbeun u thye vetë. Në mesin e të kapurve ishte edhe Hamza Kastrioti. Ky ishte momenti që e bën historinë edhe më dramatike. Imagjinoni skenën. Njeriu që kishte tradhtuar, njeriu që kishte ardhur me ushtri armike, njeriu që kishte menduar se do të fitonte pushtet mbi rënojat e rezistencës shqiptare, tani qëndronte i mundur në duart e xhaxhait të tij. Në një botë ku tradhtia shpesh paguhej me vdekje të menjëhershme, pati i Hamzës dukej i vulosur. Shumë kush do të priste që Skënderbeu ta ekzekutonte, jo vetëm si ndëshkim personal, por edhe si shembull për të gjithë ata që mund ta mendonin të kalonin në anën osmane. Nëse një kastriot tradhtonte dhe shpëtonte, çfarë mesazhi do t'ju jepej të tjerëve? Nëse gjaku i afërt nuk ndëshkohej, si do të ruhej besa në kohë lufte? Por Skënderbeu nuk veproi siç do të vepronte një sundimtar i zakonshëm i zemëruar. Ai nuk e vrau Hamzën në fushbetejë, nuk e la turmën ta coptonte nga urrejtja, nuk e ktheu hakmarrjen në spektakël. Përkundrazi, ai mori një vendim që tregon një anë tjetër të karakterit të tij, forcën për të kontrolluar zemërimin. Hamzai u dërgua si i burgosur në Napoli, nën autoritetin e mbretit Alfons të Aragonës. Ky ishte një ndëshkim i rëndë, por jo përfundimtar. Ishte një mënyrë për ta larguar nga Shqipëria, për ta neutralizuar politikisht dhe për të treguar qartë se tradhtia kishte pasoja. Por njëkohësisht ishte edhe shmangje e gjakderdhjes brenda familjes. Këtu shfaqet madhështia e çuditshme e Skënderbeut. Ai ishte i pamëshirshëm në betejë, por jo gjithmonë i vërbuar nga hakmarrja. Ai e dinte se Hamzai kishte bërë një krim moral dhe politik, por ndoshta nuk donte që historia kastriotëve të njollohej me vrasjen e nipit nga dora e xhaxhait. Ndoshta e shihte Hamzën jo vetëm si tradhtar, por edhe si njeri të rrëzuar nga ambicia. Ndoshta e kuptonte se vdekja do ta kthente atë në një plagë të përhershme, ndërsa burgimi dhe falja do ta linin si shembull të turpit. Pas vdekjes së mbretit Alfons, Hamza u lirua, dhe këtu ndodh pjesa që e bën këtë histori edhe më të veçantë. Skënderbeu lejoi që ai të largohej drejt territoreve osmane, ku kishte familjen, gruan dhe fëmijët. Skënderbeu zgjodhi ta falte në mënyrën e tij, jo ta rikthente në nder, jo ta pranonte përsëri si bashkëluftëtar, por t'i falte jetën. Dhe ky është një dallim i madh, sepse falja e Skënderbeut nuk ishte harresë. Ai nuk e fshiu tradhtin, nuk e shpalli Hamzën të pafajshëm, nuk ja ktheu lavdinë e humbur, por i la jetën. Dhe kjo mjaftonte për të treguar se Skënderbeu ishte më i madh se hakmarrja e çastit. Por çfarë ndodhi me Hamzën pas kësaj faljeje? A u pendua ndonjëherë? A u kthye më në Shqipëri? Apo u shtuk në errësirën e perandorisë që kishte zgjedhur? Pas lirimit, Hamza u kthye në botën osmane. Jeta e tij e mëvonshme mbetet e mbuluar nga mjegulla e burimeve të pakta.
Disa të dhëna e vendosin vdekjen e tij rreth vitit 1460, ndoshta në Konstantinopoj, larg Shqipërisë dhe larg lavdisë së dikurshme. Nuk ka dëshmi të qarta se ai arriti ndonjëherë pozitën e madhe që mund t'i ishte premtuar. Nuk ka dëshmi se krijoi një degë të fuqishme të kastriotëve brenda administratës osmane. Në fund, njeriu që tradhtoi për pushtet nuk duket se fitoi atë që kërkoi. Kjo e bën historinë e tij tragjike. Hamza nuk ishte njeri pa aftësi. Ai kishte qenë komandant, kishte marrë pjesë në betejë, kishte qenë afër Skënderbeut dhe kishte pasur rastin të mbetej në histori si një nga mbështetësit më të rëndësishëm të rezistencës shqiptare. Por një vendim përmbysi gjithçka. Në vend që emri i tij të lidhej me besnikëri, u lidh me tradhti. Në vend që të kujtohej si kastriot i lavdishëm, u kujtua si kastriot i rënë. Në kujtesën shqiptare, Hamza mbeti simbol i njeriut që e shet besën për interes. Kjo nuk është thjesht për shkak se kaloi te osmanët. Në shekullin 15, shumë fisnik ballkanik ndryshonin aleanca për të mbijetuar. Disa pranonin vasalitetin, disa negocionin, disa luftonin e disa dorëzoheshin. Por rasti i Hamzës ishte ndryshe sepse ai ishte brenda familjes së Skënderbeut. Ai nuk tradhtoi vetëm një aleancë politike, ai tradhtoi njeriu që i kishte rritur, besuar dhe ngritur. Për shekuj me radhë, Skënderbeu u ngrit si simbol i qëndresës, ndërsa Hamzai si shembull i kundërt. Njëri përfaqësonte besën, tjetri thyerjen e saj. Njëri zgjodhi luftën e pabarabartë për liri, tjetri zgjodhi rrugën më të lehtë drejt pushtetit. Njëri u bë legjendë, tjetri paralajmërim. Por historia nuk është gjithmonë bardhëzi. Nëse e shohim me kujdes, Hamzai na tregon edhe dobësi njerëzore përballë ambicjes. Ai nuk ishte thjesht një figurë e errët pa të kaluar. Ai kishte pasur vite shërbimi, kishte luftuar, kishte fituar, kishte qenë pjesë e rezistencës. Pikërisht kjo e bën rrëzimin e tij më të dhimbshëm. Nga ana tjetër, falja e Skënderbeut tregon madhështinë e një udhëheqësi që nuk matet vetëm me fitoret në betejë. Skënderbeu mund ta kishte vrarë Hamzën dhe askush nuk do ta kishte quajtur të padrejtë sipas logjikës së kohës. Hamzai kishte besuar se osmanët do t'i jepnin atë që nuk e merrte dot nga Skënderbeu. Por ai nuk e kuptoi se pushteti i dhënë nga armiku mbi tokën tënde nuk është lavdi, është varësi. Ai mund të merrte tituj, premtime dhe poste, por nuk mund të merrte respektin e popullit që kishte tradhtuar. Ndërsa Skënderbeu, edhe kur humbiste njerëz, edhe kur përballej me varfëri, edhe kur aleatët evropian e ndihmonin më pak se ç'premtonin, mbante diçka që Hamza e kishte humbur, besimin e shqiptarëve. Historia nuk i gjykon njerëzit vetëm për aftësinë e tyre, i gjykon për zgjedhjet që bëjnë në momentin kur tundimi është më i madh. Në fund, tradhtia e Hamzës nuk e rrëzoi Skënderbeun. Përkundrazi, e bëri figurën e tij edhe më të madhe, sepse Skënderbeu nuk u përball vetëm me sultan, pashallar dhe ushtri të panumërta. Ai u përball edhe me plagën më të rëndë që mund t'i ndodhë një udhëheqësi, tradhtinë e njeriu të vet. Dhe prap qëndroi, prap fitoi, prap fali. Kjo është arsyeja pse historia e Hamza Kastriotit dhe Skënderbeut nuk është vetëm një epizod mesjetar, është një dramë njerëzore për besën, ambicien, pushtetin dhe faljen. Dhe këtu vim tek kontrasti më i fuqishëm i kësaj historie. Njëri zgjodhi pushtetin dhe humbi nderin, tjetri zgjodhi nderin dhe fitoi pushtetin e përjetësinë. Çfarë mendoni ju? A bëri mirë Skënderbeu që ja fali jetën Hamza Kastriotit, apo tradhtia e tij duhej ndëshkuar më ashpër? Shkruani mendimin tuaj në komente, sepse kjo është një nga ato histori ku gjykimi nuk është i lehtë, por mësimi mbetet i madh. Ne jemi histori epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.